Teksa po e mbyllja, këta të zjarë fiksis më thanë, do të vish në koncert se kemi bileta falas. Pra, zjarë fiksis nuk i kishin quar zjarë fikse, po i kishin quar bileta falas shko në koncert. Të vinin këta? Por, e kishin bileta falas. Mos e bën shaka dhe. Mos po bishaka, ose po them ma dhamë po bishaka. Se se ke përfundu nga analizat e krimi. Se veni, ka krimi më të madh se ky, krimi midisor, është krimi i mirë, Ty të ka kap koncerti. Mirë, çfarë dule Malindi dëgjoj, nuk e marr. Koncerti që të zinte ose Arif Dushën, deri te Arif Dusha jo. Se Keni West. E të fuste Keni West ty në këtë shoku pak që na the këtu. Ti çosh 4.2 milion euro të qytetarëve taksa paguzëve shqiptar, se jo gjithë shqiptarët do të shkojnë në koncert o zotëri. Siç u thoni protestuesve ju. Ju thoni kemi 800.000 vota, shumë mirë, bravo qoftë. Këta s'janë 800.000. Tani, atje në koncert, a ishin 2.400.000 shqiptarë? Jo. Tani, pse o mendi parat shqiptarëve, ju dhe i çoni koncert? Atje ishin gjithë 30-40.000. 60.000. Qartë. I keni çuar ju këta me bileta falas. Se 40.000 janë me këta 4.2 milionëshe. 20.000 bileta, jam blerë ma. Fakti që i thua ti... Ti thej që s'do më dërpresës. E unë po e them, jo ti. Po mirë, me shumë respekt. Dhe vim të pjesa. Kjo që po thuti. Dhe vim të pjesa. Pra, si arriti qeveria dhe ministra qeverisë të vlerësonin që impakti do ishte 100 milion euro. E si punet i projekti Zvërnec. Më thonë dhe 10 miliardë ata, kush i pengon? Se në fundit, kryeministri thotë s'ka projekt në Zvërnec. Atëre, si e llogarisin që është 4 miliardë shpenzimi dhe koncerti? Aty se ka llogarit njeri. I futet ti një injekton një 4.2 milionsh, atëre nga e llogariti që e ardhura, ati është 100 milion, ose 200 milion. Po llogarit e mia janë pa VKM, llogarit e kryeministrit janë me VKM dhe me preventiv. Pra, kryeministri merr 4.2 milion euro, kurse llogarit e mia ja lasën ndek nuk dalin. Ja lasën ndek nuk dalin tuaj. Dhe të vazhdojti pjesa tjetër, pse është kryo një precedent? Unë jam dakord për këtë që s'kapset meret për doja të bëj kallëzimin, sepse prokuroria duhet ta filloj pa kallëzim fare. Dhe le ta nxjerrë, ta certifikoj që koncerti po nuk ka patur shkelje. Por në pikun e sezonit të zjarreve, kur ne jemi vend me risk të lartë, kur ne varemi nga vendet e Bashkimit Evropian. Nuk kemi dhënë fondë për zjarret, po lërë. Po nuk i kemi ose deputet, nuk është përgjegjësia jote, është përgjegjësia e kryeministrit. Duke ja fut kot. Lërë tani me këtë nuk je në ekzekutiv. Ti je legislativ. Por kryeministri ka 5 vjet që thot do blem një kanader. Ka 5 vjet. 5 vjet kanaderi nuk vjen. Kemi blerë, çdo budo legislativë, po jo kanaderi. Dhe e fundit, se aty kanë ardhur turistë, ka një kontradikt Sara në ato që thonë. Mbylla. Po pra mbyllë pra. Mbylla tek e pjesë. Tani, gjë e fundit që do të them, s'kam parë në asnjë vend të botës që të përfshihet ministria apo qeveria në organizimin e një koncerti privat. Ç'punë ka qeveria aty? Koncerti mund të dështojë, mund të ishte shumë i suksesshëm. Qeveria merret vetëm me rendin e sigurinë, kaq. Nuk e mbështet, nuk është do të afare, zero. Është iniciativë private. I doli mirë, qari ati. I doli keq. Nuk ftohen këngëtarë gabimin ati tjetër. Nga qeverit në vendet tjera? Jo. I organizojnë kompani, jo qeverit. Qeverit merren me rendin dhe sigurinë. Mbarvajtjen e aktivitetit. Nuk fton qeveria e Ylli e Malitzi atje. Ftojnë kompanit në Budva ose në Kotor, çfarë do lloj këngëtar? Kës kam parë unë atje. Cilin këngëtar? Do të themi këngëtar, këftojnë ata. Një këngëtar. Do një këngëtar ta themu, se ka ndru jetë dhe këtë para disa muaj. Halit Besliç, e thret. Nuk shkon dhe t'ja skuq. Kompania nuk e thret qeveria e Malitzit. Në arenën ndërkombëtare. Nuk thret qeveria e Greqisë. Koncertin. Nuk thret qeveria e Maqedonisë. Që për çefin e tyre janë duke bërë një gjë. Nuk thret asnjë lloj qeverie këngëtar. Okej. Kemi një gjë kontradiktore të thjeshtë. Se ti merr përsipër një gjë që është barra jote, mos e merr. Ne duam të diskutojmë. Se janë dyndur turistët shumë. Ç'nevojë ka tani për të promovuar për turistët? Ju thonin na mbyllë turistët. Se neve, domethënë, kemi mbyllur portën. Këta që kemi 12 milion, faleminderit shumë, kaq ishte ambicia jonë tani mos. Për të ardhur më shumë, dakord? Patjetër më. Neve ne ku të gjejmë, ne një më shumë. 2 sy më shumë. Sara, po ne po themi na kanë ardhur 12 milion pa buksa. Ne po kërkojmë te Zvërneci të vinë litarët. Po bëjmë. Po pra kjo është më, kjo është. Tani të lutem. Kjo është deklaruar nga qeveria. Nuk mundesh. Në fakt duhet bërë turizmi, Sara. Nuk mundesh të taksesh. Turizm elitar apo turizm low cost. Shkoj shumë mirë, njerëzit u kënaqën.
Gjithka shkojnë në mënyrë ideale, takisht tani... Ai është iniciativë private. Ç'pun ka kryeministri me koncertin? Të brendshme të një kauze të caktuar. Por ç'pun ka kryeministri me Duhet bërë... koncertin? Ja një minutë, të lutem. Sara, shiko sa e thjeshtë. Si që perceptoj unë, ju dëgjova, të gjithve, po këtë punën e turizmit si që perceptoj unë. Shiko, unë jam një njeri që shkoj shumë në Bregdet. E di. E di. Tani, shkoj shumë aty, edhe çfarë gjeta për shembull këtë radhë, vajta unë, me një hoteleri shumë të mirë. Po. Me një gatim të shkëlqyer të gjithë, me shërbim tani shumë të lartë, niveli lart. Po çfarë kisha aty tani? Pa shumë. Që thotë turizmi i madh. Këta të huajt ishin disa që vinin me furgon shumë. Po prandaj duam bëjmë projekte si ky neve ylli. Dhe ndanin byrek. Vinë me rulo, po. Tre veta flinin në rulo, dhe tre veta ndanin në byrek. Po. As ditë vonë. Do shta anin edhe kështu për dietë. Do më gjysh ta themi. Jo, po ta mbaroj unë. Mirë. Se kam prit shumë ma vdisha. Jo, çfarë pash tjetër unë? Po tani vetëm ti ke folur, po unë do të jap video dhe ta shikosh. Ja shiko. Çfarë kam folur, Unë s'ka jam fol një, fare, pra, po unë do shiko. të flesa për katër. Çfarë pash shumë tjetër? Përveç hoteli shumë mirë, që ishte. Mirë, po ai hoteli shkret aty dhe shumë hotelet të tjerë, simpaj sa kemi ne, nuk jetojnë dot me mushkonjat. Se më tregon te kryetari i bashkisë, 10 shumë eri kishte bërë kërkesë ministrisë që ta bënte tenderin kur mushkonjat janë në larva, që ngordhin se tani hidh bombë atomike, mushkonja nuk ikën me. Që nga Qeparoj, jo, ku zbret, si quhet? Palas, po. Që nga Palasat deri në Greqi, në Borsh, të çan mushkonja. Tani ta kthej një përgjigje. Unë hapa dritaren natën, se u bë pak ftohtë, 23 Kjo është review negative e Angre. Për shkak grupit djakut, 23 pickime o zotëri. Pra turizmi tani. Do më Ja të thjesht lutem. tani, ta kthej një Pra për të bërë turizm. Jo më kthej përgjigje, po unë do vete prapa ndë dhe prap do jemi këtë gjendje. Po pak në njoftojmë për grupin e gjakut. Tani ta kthej një përgjigje. Shiko se është Ti di situatë. që vjetë e vodhën tendrin e ilaçit për mushkonjat. Ore ma Pra spjegoj ti kryetari i vjedhës bashkisë. tendri, Helmi, Zuri goja lesh. Helmi mushkonjës, Bokallzim. O kryetari juaj, o zonjë. Kryetari juaj i bashkisë. Se u vodhë tendri për mushkonjat. Kryetari juaj. Kush kryetar? Ja sa i Ti zonë. vjedhës Gjak Pirsi, Helmi. Ulmi. Me zuri goja lesh tha për të kërkuar Tani, tender më tha. Po, Që të realizojë në kohë. Duhet kishë vërguar akt normal. Nuk ka. Edhe të huajt ishin të gjithë. ta kthej tani një përgjigje. Nësa shqiptarët ishin këta me makina të dëndur. Tani lëre tani se e bëre lajmin, po tani më gjë më. Jo, nuk bëleme. Po e bëre tani lajmin me këtë, do Jo, thonë gjithë çao mushkonja ju dhe Rakipin. Tani. ja vuri titullin ajo, ç'ke. Hajde, orë jam Ja, vure Po jo me kam thënë herë tjetër, nuk kam mbaru lajmi, e kam thënë herë tjetër E ke thënë, Po pra. tani. Për këtë Kjo i bie që yllin ta ketë futur Greqia, të bësh propagandë ta them kundër. vetëm i fjalia po s'lejo. Jo, thoj, po them ta lem. po koordinojnë te ylli, prandaj ç'a ndodhi. Do të zgënjej se për këtë historinë e Moshkonjës specifikisht nuk kam çfarë të them se nuk kam dieni.